ky aktivitet sot është në fakt vetëm fillimi i vlerësimit apo rivlerësimit, nderimit të Atë Pjetër Meshkallës, duke lënë të hapur premtimin që një figurë e tillë me përmasa të jashtëzakonshme, intelektuale, qytetare, si përfaqësuesi jo thjesht jo vetëm i klerit, do të mund të zbërthehet mëtej në muajt në vijim, duke kaluar nga një ekspoze si e sotmja në një konferencë të mirëfillt shkencore për një personalitet të tillë. Në këtë kuptim, ne do kemi 2-3 prezantime apo ndërhyrje të vogla dhe pastaj cili do nga salla do ke mundësinë të marrë fjalën dhe të përshëndes në nderim dhe në kujtim të një figure të tillë, dhe natyrisht pastaj edhe me propozime konkrete se çfarë duhet të bëjë shoqëria për të rivlerësuar, natyrisht edhe universitetet dhe institucionet arsimit lartë, për të rivlerësuar nga pikpamja shkencore personalitetet të tilla. Spari jam shumë i nderuar që kemi sot midis nesh zotin Viktor Martini, njeriu i kauzave, preferoj ta quaj, ta konsideroj, ish i burgosur, përfaqësuesi ishte përndjekur, përsekutuar politik. Kemi zotin Zogaj, i cili besoj do ketë një ndërhyrje të vet, shkrimtar i njohur, intelektual, politikan, nëse dëshiron ta quaj, kom analist e kështu me radhë, mikun tim Martin Leka, pjesë e gazetarisë, dhe natyrisht është drejtuesi i departamentit të letërsisë, profesor asociuar doktor Arben Prendi, zotin Ndo dhe përfaqësues të tjerë, po them të pushtetit vendor apo qendror, dom Vlash Palaj natyrisht një mik i veçantë dhe që jam shumë i nderuar që është bërë pjesë i këtij eventi. Ekspozea e sotme në kujtim të Atë Pjetër Meshkallës është një reflektim mbi jetën dhe veprën e tij, një pasuri e pashtershme për frymëzimin e brezave të ardhshëm. Atë Meshkalla ishte zëri i përgjegjshëm i klerikut dhe intelektualit që kundërshtoi çdo padrejtësi, si simboli qëndresës ndaj regjimit komunist, duke na dhënë shembullin që fuqia e shpirtit njerëzor nuk i dorëzohet së keqës. Ai ishte një njeri autentik, i drejtë, trim dhe i pastër. Siç do të shkruante Dom Vlash Palaj në parathënien e monografisë për Atë Meshkallën nga Atë Gjergjvata, kje prototipi i meshtarit të përvujt, i jezuitit të drejtë, antikonformist, antioportunist, as pak frik, dekën dhe gjitha këto, jo më u tregu e hero, idealist a i pamposhtun, por për drejtësi dhe dashuni për atë që besoj dhe i kushtoj jetën. Pikërisht, në këtë vendodhje, në këtë lokacion, në këtë auditor, qëndrimi i tij gjatë seancave të gjyqit famkeq do të mbahen mend gjatë nga shumë kush. Prandaj dhe sot, kjo ekspoze ka simbolikën e vet në këtë auditor dhe kjo, midis të tjerave, ishte dhe arsyeja që me propozimin dhe iniciativen këmbguljen e zotit Viktor Martini bëm të mundur këtë mbledhje sot. E falenderoj pa mas mikun tim Martini si njeri të kauzave të drejta dhe nëpërmjet tij siguroi të gjithë shtresën ish të përsekutuarve, të pranishmit, klerikt e të gjitha religioneve, Shkodrën dhe Mexhër, se institucioni ynë, Universiteti i Shkodrës Luigjë Gorakuqi, do të restauroj me vepra, studime e nderime emrin e madh të Atë Meshkallës dhe martirëve të tjerë të Shkodrës. Ne kemi detyrimin ta bëjmë diçka të tillë. Universiteti ynë
do të bëj çdo përpjekje që të jetë një urë lidhëse e rëndësishme ndërmjet brezit të ri dhe kujtesës historike. Dje, unë vizitova autoritetin për informim mbi dokumentet ish sigurimit të shtetit, me synimin për të realizuar një bashkëpunim të thellëuar për studimin e të kaluarës komuniste, për ta përfshirë Universitetin e Shkodrës Luiz Gorakuqi në procesin e dokumentimit dhe ndriçimit të së kaluarës komuniste përmes përdorimit shkencor të arkivave të ish sigurimit të shtetit. Historia është shpeshherë një keqkuptim i gjatë dhe e kaluara jonë ka nevojë për një rishikim të drejtë e të kujdesshëm. Kam parë dje, aq sa mund t'ju rrefej sot, brenda kufizimeve ligjore dhe në respekt të autoritetit, dosjen e atë Pjetër Meshkallës. Mund t'ja ilustroj me foto pafund që datojnë nga dita djeshme, jo më herët. Me besoni të nderuar të pranishëm, ishte një dosje pa dosje. Asnjë provë, asnjë fakt, asnjë dokument, por një falsitet, fabrikim dhe turpimall. Raportimet fabrikuara, të shkruara nga analfabet e ignorant, por me poste të larta shtetërore, veçanërisht pas daljes nga burgu të atë Meshkallës, pothuajse çdo vit pas 20 prillit 1977, me emra dhe pozicione konkrete, ku në fund mbyllej me fjalën fund, me gërma kapitale, për të treguar se asgjë nuk mund të vihet në dyshim dhe të vijojë me tej. Çfarë arrogance dhe ignorance. Në rrafshin personal dhe njerëzor, dole nga autoriteti i prekur dhe i trishtuar, kurse në rrafshin institucional, me bindjen e palkundur se është detyrim i çdo institucionit arsimit lartë, për më tepër i Universitetit të Shkodrës Luiz Gorakuqi, në vend pra që të zgjeroj hapësira të kërkimit për pedagogët dhe studentët në këtë drejtim. Në fund, ju siguroj se do të rimblidhemi për atë Pjetër Meshkallën, por në një format tjetër, më shkencore gjithëpërfshirës, ku dhe ky auditor do të ketë domethënie tjetër. Diskutohet shpesh akoma sot a ka ekzistuar disidenca në Shqipëri gjatë regjimit komunist. Një nga shemujt e kësaj disidence mendoj se gjem tek figura atë Pjetër Meshkallës dhe tek kleri katolik shqiptar. Janë shumë burgosurit dhe të pushkaturit nga rrallë të këtij kleri. Përballë me një nga diktaturat më të egra të Evropës lindore, atë Pjetër Meshkalla me një guxim vetmohues doli publikisht me predikime dhe me shkrime kundër reformave të përgjakshme dhe absurde që po merrte regjimi komunist. Që në vitin 1945 do t'i kërkohet bashkëpunim me regjimin, gjatë të cilën ai mohon kategorikisht dhe në predikimet e tij shprehet se ka prej atyre që mendojnë se mundën me ja hjek Krishtit kunorën e mërtnisë së qiellës e tokës, por gabojnë. Për këto predikime, ai arrestohet më 21 tetor 1946 bashkë me Dom Shtifën Kurtin duke u dënuar me 15 vjet burg. Dhe pas vujtjes në burgun famkeq Borrelit, lirohet në vitin 1960 duke i ndaluar drejta për me ushtruar meshtarinë. Në deponimin e tij, atë Meshkalla deklaron se është e vërtetë se kam predikuar kundër komunizmit, se e kam ditë mirë që ai është një sistem kundër Zotit, të cilit unë i kam kushtuar jetën me gjithçka. Veçanti falenderoj Ranxhat e ri. Për cilët në këtë ermoj politike në duhet të hallim stafetën të tritë. Të t'i bi shkurt që nuk di me fol me letër e me shku ka që gjatë ta shku në Zërnit. Jam dënuar moshën 16 vjeç. 18 vjeç kam shku në burgun e Borrelit. Në nesër kur dolme në pajtos, në një tub të dhomave të nëshme, kryesisht në tërhoqi vretjen kryepiskopi ortodoksi Shqipërisë Visarion Gjovani.
Ai më pyti, si ke emnin? Unë i thash Viktor, ai qoj durë ka qidha, e tha, o Zot, të falënderoj që në këtë dërë të mjerimit, për unë këtë krijes ka që ljohë. Më nëva se është një qmenun, por jo. Dora ti atë nore, me vuni dorën me kry, e më tha. Unë një edhe gjithë tjerë pranin tonë këto, i plagën shpirt. Por, është një dhurat prej Zotit që ti nodhësh mes nesh. Dhe po të kërkoj këtë detyrë, kur na, mos tjena ma, ti ke me kanë dëshmitari vujtjeve tona. E unë, e kam përmenë në gjdo fjallim, e kudo. Ma vonë, me nëtër në ofta me të madhin me shkallë. Me të cilin, kam marrë mësimet të duhuna, kjo është fetare, kjo është intelektuale. Du me diftu disa gjanat vogla për shkurt. Unë 18 vjeç, e çdo i ri, kjo është i besimit musliman katolik ortodoks, len katolik, len musliman, len ortodoks. Edhe unë i thash, padër, mos më keq kupto, unë jam katolik, pas di që është katolicizmi, a mund të më shpjegoni? Padër, pse thoj njerëzit e vravi Zoti filanin? Zoti është kriminal? Të në kjo se Zoti vërët diken, atërë ka kam i lirëshë me vëra tjerët. Kam një kujtim i denum një janar të 61-shit në qelit e porrelit, hejt kishëm lu për gjërët, e ata më përoshin eren mos me himen. U të me rova kër pava që fotel ftyren e fader me shkallës, i sidhin futi një qese me shqeqet, e do në leshit. Kjo ishe se pështoj. Para se mu liru, 6 muja liru para me jetë, më lasi detyrë, ti qisha do poezi për nënsh. Kur rëzën vizitu në shpi, me tha, ba me muhabet. Në fond tha, a ke pa gjohë për atë poezi? Për cilë poezi, thë shëpader, s'po më kujtohet, dhe tha. Atër fillova me recitu, po këtë poezi që po jo lecojtesh, e kanë kalu 60 vjetë, e unë i majtë për nënsh. Një maske të kurume, që hodhë më lënë fytyre në shëmtume, sa dhojna lyra në gjyre që pëshehin rrullat e një plake me nëzyre, një pare, kallë 5 bet, që në tregna del si flori vërtet, thesi që ngryk kavolla e poshtë del funa plot qarpi e bolla. Një monument me merit, mi kryma, mi skeletat kafka të merit, një fmirë hipokrizi, ti edhe shranë në shtëri, e rëndësinin pashari e shpirti drejt nuk din se si, por një e gjakut në ty. E ti si i kalën të pestat, me dinakri, kam pa në shkjave me sinceritetit barka shtrim. Kam gjetë në qapet për gjakut në shkyferit, ba mirë se kërcimtare, nësa për jashtë të drillat një lypsare. Kam gjetë në gjamadan burrit Malcis, kujtimi larkë që heroj shqikjet dikur, he gaf kanonit i 100 herë, me lanë burrit shtek bedal me nërë. Kam gjetën qantën e demagogut, anëmiki për qamjes, qytetari glirë që kisha flet të më thona, ndani, për qani veç dhe kushtë e jona.
kam gjetë në gjyvin e fetarit tonë, Brum Farizeu, i pastër, gaundën dhe i pëllullë. A e dhe di se dëshëllqin një dorë, as kush me majtë s'ka mujë. Detyrë e perenis, si lën kohë me këqyrë vlakët e njërësisë. E vazhdojnë me nërfaqe, po s'te jo bashkohë. Në klofë se do një me rritë, fëmijët tuaj, me një edukat fort morale, busull e keni padër me shkallë. Edhe i tregim këtë vogël, ditën e pashkëve të parë që kisha dalë prej burgut, në sofrën teme, nuk ishte veç një supë. Edhe dhe shkolla për kishte firë për drekë. Nana më nuk të shko, se do të që përjet e atë supën ditën e pashkëve. Unë s'kisha se si me shku të padra me lem nanën të vetën. E kam shku ku anë gjamia sot në një lishtë, kam në e deri në orën 2:30. Kam shku të nana, i kam thanë, nanë padra ka nevojë për disa gjana, në pozitë që i kam. Shko dhe mjetë pas nana. Kur shkova, padër me shkova, tha, pak vërë ke ardhë. Po hajde, se po hajde, ishte pritë. Kam hangër padër, që ka tha? Në kjo se dytë tagën as bajnë kesh, dytë rahun a bajnë kesh, në mos po vjen, pa ta në të rahun në këto. Flishe me te, e të binte, se e ardhë që me ashtë të shpejt. Sot, unë ka më thirë në këtë salë pozitisë sa janë, të gjitha partitë, kryetarën e bashkisë, institucionet fetare, i falemnerës për atë që kanë ardhë, i falemnerës edhe atyne që s'kanë ardhë, se duke mos ardhë, ata s'janë të dajnë me një emrin e shajtë padër bashkallës. Me shumë respekt e mirë njoftje, si të mos bashkëvujtësin të Vincentin. Mirëdita gjithëve, të mbledhjen jam shumë i nderuar dhe i respektuar që jam në këtë takim me ftesën e drejt për drejt miku tim, Viktor Martini, për të ekspozuar, siç tha rektori, për të folur një fjalë për një shembull frymëzues për brezën siç është atë tjetër më shkalla. Para disa kohësh lexova një intervistë Viktorit në intervistat që jep nga Amerika, edhe fliste dhe tregonte disa episode që nuk i përmendin fakt tani, për atë dhe më shkallën, për lidhjet e ngushta që ka pas me te edhe si familje, dhe bile për kurorëzimin e martesës ti nga atë dhe më shkallën shesi, me një kuror prej bari, me fije bari. Edhe shumë për shtypje se e diskutuam pas edhe mrapa dhe duke parë, dhe më thëmë, në optikën e emocioneve të Viktorit dhe bashkëshortës ti, kuptova një gjë, dhe më thëmë që ajo unaza, është unaza më e shtretë në botë, kuptimin e vlerës, dhe më thëmë që ja kalon të gjdo, edhe unaza me diamante, unaza prej ajë, sepse lidhe me një kujtim, jo dhe me një kujtim, me një përmbajtje, thellë, dhe më të asaj që është lidhja bashkëshortore. Ma vonë, më tha Viktori, do vinë në Shqipëri, do vjen në herë pasere Viktori këtu në Shkodër, dhe kam mendu një gjatë, s'po them një plan. Du thëmë organizu një takim në folë për atë dhe në shkallë. Sa do vinte nga Amerika në idenë për të folë një një që nuk jeton. Si të shqiptar. Kjo është e veçantë dhe takim. Se fletin dhe shqiptar, jo një lexues, ka vjetë, po fletin që ka nejtë. E kam të mund vetë,
Viktori se ka shtjegë, njoftë në atë të në shkallë, t'i ke net me të, t'i ke fort me të, dru, edhe dojë me ti gjana që janë detaje, jo gjana që ka shkryt, se në shumë në gjana që ka shkryt, i kisha me të si ishte, si kishte sy, si kishte dru, si kishte të formit, si kishte temperamentin. Pra, dëshmi që na sjellin ata që i kanë njohur ta martirë, janë pak rastishme, dhe këta dëshmitarë gjallë nuk janë shumë, janë duke, më thënë, maru, duke u kryrë. Edhe prandaj, unë kam si pasurit madhe miqësinë që kam me Viktorin, sepse ai është dëshmitar i shumë figurave të shquara që i ka njohur në rininë e vet, në adoleshencën e vet, në rininë e vet, në pjekurinë e vet, edhe më vonë, dhe sjell dëshmi të jashtëzakonshme për karakterin e këtyre njerëzve. Tha edhe vetë që edhe unë s'kam që shtoj, dhe tha ai është një shembull, Pjetër Mëshkalla është një shembull frymëzues, një shembull frymëzues për breza, për tri. Koha në fakt është kshosha kohës, e themi ne, është e pamshirshme. Edhe shoshit shpejt ose ngadalë, nuk ka rëndësi, por shoshit sakt, dhe nxjerr me njanë që janë mitet rreme, njerëz pushteti që janë imponu kohës, njerëzve, brezave, me autoritetin e tyne dhe jo me vlerat e tyne. Pra njerëzit që s'kan pas asnjë skrupull dhe s'kan asnjë skrupull që i karakterizon paparimësia, që është fatkeqësia më e madhe për çdo njeri që merr përsipër të jetë njeri publik. Mund të jetë edhe parime jo shumë drejtë, por pasëm ka një parimësi që e mban, si më thënë, boshtin e njeriu. Dhe kjo shosh, si më thënë, për Shqipërinë ka nxjerrë pa njerëz që, siç u tha këtu, kur është bërë gjyqja, s'kush s'ka guxuar më u qu, edhe mundemi edhe me i kuptu pak ata njerëz, me thënë drejtën. Me thënë një fjalë, sepse bëj pa vlerë fjala, edhe po ta thoshte dikush. Ka shoshit pikërisht këta shembuj frymëzues që nuk janë shumë, por që janë marrë mbas një boshti të vlerave, pas skrupujve, që ata janë skrupujt e fesë katolike, por të çdo feje tjetër, gjitha feve që i përmbahen vlerave hyjnore dhe vlerave njerëzore. Unë du ta falenderoj me gjithë zemër Viktorin që na dha mundësi për të dëgjuar përsëri, për të emocionuar përsëri. Fola për vlerën e dëshmitarëve të gjallë, të shembujve frymëzues,